Reperi i njohur Xhibani ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe të mediave roz me një deklaratë të fortë të bërë së fundmi gjatë një interviste në një podcast ku ai foli hapur për një incident të ndodhur në të kaluarën që lidhet me gjestin. Deklarata e tij ka ngjallur menjëherë debate në rrjetet sociale dhe ka shtuar interesin e publikut për raportin mes dy personazheve të njohur. Gjatë bisedës, Xhibani tregoi një prapaskem të panjohur për publikun duke pretenduar se para se gjesti të bëjë pjesë e formatit televiziv Big Brother, ai ishte përfshirë në një situatë problematike në zonën e Astirit në Tiranë. Sipas reperit, ngjarja kishte ndodhur pranë studios së një miku të tij, ku gjesti dyshohet se kishte bërë manovra të rrezikshme me makinë duke xhiruar gomat, veprim që më pas ka sjellë tension dhe konflikt fizik me persona të tjerë që ndodheshin aty. Para se më fut në Big Brother, ka xhiruar gomat e makinës në Astir dikur te studio e një shoku tim dhe e ka rrahur. Po e ka rrahur sepse bënte gjeste, është shprehur Xhibani gjatë intervistës duke lënë të kuptohet se sjellja provokuese e gjestit ka qenë shkaku kryesor i përplasjes. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit janë ndarë në mendime, disa e kanë mbështetur reperin për sinqeritetin e tij, ndërsa të tjerë kanë kërkuar më shumë prova dhe sqarime lidhur me ngjarjen. Deri në këtë moment nga ana e gjestit nuk ka pasur ende një reagim zyrtar për të konfirmuar apo mohuar pretendimet e bëra nga Xhibani. Situata vazhdon të komentohet gjerësisht dhe pritet me interes nëse do të ketë një përgjigje publike nga ana e tij në ditët në vijim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.